Për sot do bëjmë peta, ose si që i thonë nga zona ime, zajre për dimër. Kemi marrë 2 kg miell, na duhen 12 kokra vezë, vezë kemi marrë të freskë të fshati, edhe krip. Do thyejmë vezët, do t'i rapim, do edhim krip, do edhim dhe pak ujë dhe do zëm brumin. Si të kemi zëm brumin, do e lem të pushoj për gjysmë ore, do fillojmë dhe do t'i japim petat një nga një. Do t'i japim në diell të thahen, do t'i kthejmë nga ana tjetër. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Fillojmë me thyerjen e vezëve. Thyejmë 12 kokra vezë. Tani që kemi thyer 12 kokra vezë, fillojmë edhe i rapim me telin e dorës. Edhim edhe krip. Fillojmë të gjithë masën e rapim së bashku. Edhim edhe një gjysmë gote me ujë. Dhe tani, me këtë masë do zem brumin e petkave. Fillojmë dhe zem brumin. Hapim një grop në mes të miellit. Dhe edhim vezën me krip edhe me ujë, nga dalë. Edhim të gjithë masën dhe fillojmë e mbledhim brumin. Dhe fillojmë e punojmë në tavolina e punës. Tani e kemi mbledhur të gjithë brumin. E kthejmë në tavolina e punës dhe e punojmë. E punojmë njësoj si brumin e byrekut. Në këtë mënyrë vazhdojmë e punojmë derisa brumi të na bëhet elastik njësoj si brumi i byrekut. Tani t'i japim në një dyrë një të punuar në formë spirale. Njësoj si të bëjmë byrekut, por kjo është asi më e madhe. Në këtë mënyrë, vazhdojmë derisa ta kemi përfunduar të gjithë brumi si ngjeshur i mirë, e pastaj do e lëm të pushojë për rreth
gjysmë ore, 40 minuta. Tani që marrim dhe i mbledhim duke dhënë një formë mbullake. Edhe vendosim në një tepsi, e mbulojmë dhe lëm të pushoj për rreth gjysmë ore, 40 minuta. Tani që kemi lënë brumin ka pushuar për rreth 40 minuta, marrim edhe bëjmë. Tani marrim e ndajmë brumin në pjesë, duke i dhënë formë rumbullake, dhe me çdo brum rumbullak do hapim nga një petë. Dhe do vëmë t'i japim në diell për jashtë atë na thahet. Marrim brumin, me bëjmë pjesë topa dhe fillojmë japim petet një nga një duke i tollur me miell. Vazhdojmë hapim petën në formë rumbullake. Këto petë nuk bëhen tolla, bëhen të trasha, mbasi do thahen në diell dhe do përdoren në dimër për të gatuar. Gjithmonë në këtë periudhë të vjeshtës, zona ime bëjmë të gjithë zajret e dimrit. Bëjmë petat, bëjmë tranat, ne sot do përgatisim petat. Petat do i përgatisim në dy mënyra. Një lloj pete do i lejmë rumbullake, do i kthejmë nga ana tjetër dhe coptohet, ndërsa petën tjetër do e presim me thik në forma shirita. Të gjitha do të shohim përsëri një nga një. Tani peta ka përfunduar, e marrim, e mbledhim në pecë dhe shkojmë e hapim në çarçafët në diell. Në diell kemi hapur një badani e poshtë të çarçafit e bashkë sipër, dhe tani i hapim petat një nga një në diell. Në këtë mënyrë do t'i japim të gjitha petët, do i lejmë të tahen nga njëra anë dhe i kthejmë dhe nga ana tjetër. Tani që janë tharë disi nga njëra anë, e marrim një petë edhe e presim në shirita në drasa e bukës. Marrim një petë, e presim. E palosim në katësh edhe fillojmë e presim me thik në shirita. Dhe tani shiritat i japim në këtë mënyrë. Vazhdojmë i presim të gjitha petat duke i bërë shirita. Tani shiritat i japim një nga një dhe i lejmë të tahen. Në këtë mënyrë do vazhdojmë me të gjitha petat. Dhe do i lejmë të tahen në diell. Tani kemi hapur dhe petën e fundit. E kemi përfunduar petët, i lejmë të tahen dhe pastaj i kthejmë nga krau tjetër. I kemi përfunduar së preri të gjitha petat në shirita, i lejmë të tahen. Tani që petat janë tharë nga njëra anë, i kthejmë dhe nga ana tjetër, dhe këto në këtë fazë, kur të tharën dhe nga krau tjetër, do të coptohen. Ja edhe petat janë tharë,
janë thërmuar, tani I mbledhim edhe japim edhe disa ditë të tjera në diell derisa të thahen plotësisht dhe të thërmohen. Edhe petat që rrita janë tharë, I mbledhim edhe I nxjerrim edhe një 2-3 ditë të tjera në diell derisa të thahen plotësisht. Kemi lënë petat 10 ditë të hapura mbi tavolinë. I marrim, I mbledhim dhe I vendosim në një qese për t'i konsumuar gjatë dimrit. Edhe petat në formë shirita që prem janë tharë, tani I marrim, I mbledhim dhe I vendosim në një qese dhe I konsumojmë për dimër. Kam përfunduar sothari petat, I kemi sistemuar në 2 qeska. Këto I konsumojmë tani për dimër, I lejmë në ruajtje. Këto ishin petat që përgatitëm për dimër.